Ceremonia e lojrave dimrore dhuron pamje ikonike dhe një spektakël të parrushëm. Ceremonia hapse e lojrave dimrore u shndruar në një shfaqje madhore dhe emocionesh dhe simbolesh, duke i dhuruar botës disa nga fotot më të bukura dhe më mbretërelëse të viteve të fundit. Stadiumi legjendar San Siro u transformua për një natë një skenë magjike ku sporti, arti dhe muzika u bashkuan në një spektakël unik. Pamjet ajrore e stadiumit ndriçuar me lojën e dritave që krijonte forma dimrore dhe ngjyra akulli ishin momentet më ikonike. Koreografitë e sinkronizuara të qindra artistëve krijuan tablo të gjalla, fiksuar në fotografi të destinuara të mbeten historike. Çdo detaj ishte menduar me kujdes, nga kostumet futuriste deri te efektet vizuale që bënte San Siro të duket si arenë jashtë kohe. Kulmi emocional ishte padyshim pjesëmarrja e Mariah Carey. Ylli botror i muzikës elektrizoi stadiumin në interpretimin e saj, duke sjellë një atmosferë solemne dhe njëkohësisht festive. Fotot e Mariah Carey në qendër skenës, rrethuar nga drita dhe mijëra tifozë, u kthyen menjëherë në imazhe virale në rrjetet sociale. Fotot e kësaj mbrëmje tregojnë më së miri se sporti mund shndrohet edhe në art.